Ky 2 prill shënon ditën botërore të ndërgjegjësimit mbi autizmin. Kjo datë rrjedh nga një thirrje për ndërgjegjësim në një lëvizje globale për pranim dhe përfshirje të plotë të personave autik. E shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në vitin 2007, dita ka për qëllim të nxjisë vëmendje mbi të drejtat, dinjitetin dhe kontributet e njerëzve me autizëm në shoqëri. Në mesazhin e tij me rastin e kësaj dite, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Gutierrez, theksoi se personat autik duhet të kenë mundësi të barabarta për të formësuar jetën e tyre dhe për të kontribuar në të ardhmen e përbashkët të shoqërisë. Ai bëri thirrje për angazhim më të madh politik dhe shoqëror për të garantuar që politika dhe programet zhvillimore të marrin parasysh nevojat dhe aftësitë e të gjithë qytetarëve. Në një kohë kur sfidat e shoqërisë moderne janë të shumta, vlerësimi i neurodiversitetit shihet si një mundësi për të përmirësuar institucionet, për të zvogluar pabarazinë, si dhe për të nxitur pjesëmarrjen aktive të të gjithë individëve. Dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin rikujton se secili person, pavarësisht sfidave të tij, ka një vlerë të pazëvendësueshme dhe mund të kontribuojë në ndërtimin e një të ardhme më të drejtë dhe më humane.